Ajo ka bërë epok me zërin e saj, me këngën e saj, dhe mbetet e pavdekshme në të tërë eposin popullor. Popull, ndaj edhe quhet këngëtare e kombit, sepse ajo ka deportuar thellësisht në ndërgjegjen kombëtare. Për mënyrën se si i ka përcjell këngët tek të gjithë shqiptaria. Ajo është këngëtare e shqiptarisë. Ajo Shkurtë Veza ka hyrë që tani në memorien e kombit shqiptar. Këngën Mora fjalë, shkurta mënyra se si e ka sjell në skenë, është kaq e bukur. Ka brenda dhimbjen, po ka dhe krenarin për heroj, e punuar në studio përsëri me Xhevdet Gashin, dhe unë kam marrë aty në YouTube që mund të jenë mbi 50 këngëtarë që e këndojnë këngën Mora fjalë. Asnjë se këndon si Shkurtë Veza. Nuk e arrin dot. Absolutisht e arrin. Ajo i ka dhënë jetë kësaj këngë. Shkurtë Veza ka bërë atë, ka bërë Shqipëri. Kënga Mora fjalë është këndohet nga të vegjël, 18 vjeçar, 40 vjeçar, 50 vjeçar, e këndojnë gjithë, do thotë që adhurohet Shkurta, apo jo?